Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Pogradec referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin GL, 56 vjeç, banues në Fier për veprën penale kanosur për shkak të detyrës. Pasi ky shtetas ka kanosur nëpërmjet telefonit si dhe në rrjetet sociale shtetasen SL me detyrë, drejtori i degës territoriale të shërbimit të provës në Pogradec me pretendimin se kjo shtetase nuk është paraqitur qëllimisht në gjykatë dhe përpasoj është shtyr seanca gjyqësore e bashkëshortes së 56 vjeçarit, e cila aktualisht ndodhet në masën e sigurisë, arrest në burg në burgun e Pojskës. Policia kufitare intensifikon kontrollet për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive. Shërbimet e policisë kufitare në pikën e kalimit kufitar Tushemish në hyrje të Republikës së Shqipërisë kanë bërë ndalimin e shtetasit në kërkim IG, 38 vjeç, banues në Vlorë. Gjatë verifikimit në sistem, ky shtetas rezultoni shpallur në kërkim nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë për veprën penale vjedhja. Veprimet e mëtejshme procedurale u kryen nga Komisariati i Policisë Vlorë, ku pas konsultimit me prokurorin 38 vjeçari do të ndiqet në gjendje të lirë. Gjithashtu, nga shërbimet e Drejtorisë Vendore të Komisariatit Korç në afërsitë e fshatit Kapshtic, Devoll dhe Dvoran, Korç u kapën 13 emigrantë të parregull, të cilët u trajtuan me urdhër largimi vullnetar nga territori i Republikës së Shqipërisë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Maliq arrestuan në flagrant shtetasin NT, 42 vjeç, banues në fshatin Zvirin, Maliq për veprën penale, goditje për shkak të detyrës dhe dhunimi banesës. Ky shtetas ka goditur për shkak të detyrës shtetasin ZM, 24 vjeç, banues në fshatin Zvirin, me detyrë inspektor në OSHE, me pretendimin se 2 muaj më parë ZM i kishte ndërprerë energjinë elektrike sepse 42 vjeçari ishte debitor. Më pas, shtetasi NT i ka shkuar në banesë shtetasit ZM dhe ka fyer si dhe ka tentuar ta godas babain e 24 vjeçarit. Shërbimet e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrant shtetasin EQ, 51 vjeç, banues në Korç, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. EK, 41 vjeç, banues në Korç, pasi u kap duke drejtuar automjetin po në gjendje të dehur. KSH, 59 vjeç, banues në Pogradec, pasi u kap gjithashtu duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët e seksionit për hetimet e krimeve ekonomike financiare në Drejtorinë Vendore të Policisë Korç referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin AE, 59 vjeç, banues në Korç, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në lokal në përdorim të tij, u konstatua se ushtronte aktivitetin e parregullt me organe tatimore dhe pa kasë fiskale. GN, 46 vjeç, banues në Korç, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në lokalin e tij në përdorim, u konstatua se ushtronte aktivitetin e paregjistruar në organe tatimore dhe pa kasë fiskale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Korç referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin MS, 22 vjeç, banues në Gjonomath, Korç, pasi në këmbim me vendimin e gjykatës ka ushtruar dhunë psikologjike dhe ka fyer nënën e tij, e cila është pajisur me urdhër mbrojtje.